Filloi nga shtëpia, por me përkushtim dhe punë ja doli që ngadalë ta forcoi edhe më shumë këtë profesion, duke hapur kështu lokalin e saj të vogël e të mbushur me arome mbelësirash. Bëhet fjalë për Afrore Kastratin, e cila tash e disa vjet kujdeset për ëmbëlsirat e klientëve të saj që të jenë sa më unike dhe të veçanta. Në fillim unë kam fillu me torte për fëmijët e mi. Për shembull tortet në teka që i kom ba, mas pari kom ba për fëmijët e mi, të më thonë para 20 vite. Tani kam fillu qështu, kam ba torte dhe kam qu dhurata për shembull të familjarët e mi. Tani kam fillu me porosia ka pak qështu edhe vazhdo të ashtu. Madje, kërkesa në treg është e lartë, edhe pse është një treg konkurrues. Normal që e kanë prit mirë. Në fillim jo, se atëherë edhe fillimi pa nuk e kanë ditë edhe çfarë torte bëj edhe çush bëj, ka pas kërkesa më pak. Mirë po tani tu marr porosi, tu i provu torte, tu i pa çfarë kualiteti kanë fillu edhe me porositë edhe më shumë edhe ju pëlqejnë shumë. E pa dyshim që kohët e fundit, kudo në rrjete po shpërndahen më të madhe recetat e mini tortav ose ndryshe tortat e vogla, e se si përgatiten tregon vet ajo. Sot kam e bërë dekorin e kësaj mini torte, edhe kjo është shumë e kërkume. Një dekor të thjesht kena me bërë. Kërkesat janë shumë të mëdha për këtë lloj torte, se tash normal që po runë edhe prej sheqerit, nuk po dojnë edhe me hangër shumë ande. Edhe po janë të bukura të lezetshme me kështu. Edhe sezona verore është gjithmonë me ngarkuar. Po normal që tash verës kam më shumë porosi, e kam diku deri 10-15 torte në ditje. Gjatë verës do më thonë, me dekor do janë më thjeshta, e kam dekorin pak më të rëndë, mirë po me punë dhe me përkushtim më me arrit. Por, çfarë lloji ëmbëlsirash përgatit ajo? Provojmë për shembull trileqe, baklava, kadayef, tulumba, shumë lloje të ëmbëlsirave. Edhe i preferojmë shumë. Fillimet i kishte në shtëpi, por sa e vështirë është të punohet në shtëpi krahasuar me një vend adekuat. Normal që në shtëpi ka qenë më vështirë se edhe kushtet shtëpie. Edhe transportin atje kena pas vetë me bërë, me thonë. Po normal që më kanë ndihmuar edhe bashkëshorti edhe djem, kam pas përkrahjen e tyne shumë, përkrahjen e tyne dhe të familjes. Edhe sa përket këtu në lokal, tash normal që është ma lehtë se ki krejt senet ma ofër këtu, krejt kushtet janë ma të përshtatshme, normal. Ndërsa për të gjitha gratë që kanë pasion në ëmbëlsirat, Afrora ka një mesazh. Kisha thonë që nëse e dojnë këtë profesion edhe se ju pëlqen shumë në të fillojnë, pa marrë parasysh qysh fillojnë, në kushtet shtëpisë, se dhe me kushtet shtëpisë kanë filluar, në të fillojnë me njëherë. Përkushtimi dhe pasioni janë ata që bëjnë ndryshimin në çdo profesion, edhe në botën e ëmbëlsirave. Mund të thuhet padyshim se suksesi vjen kur jep çdo gjë nga vetja. Një shembull frymëzimi mund të jetë edhe ajo që filloi nga shtëpia, ndërsa sot udhëheq biznesin e saj të ëndrave.